Ne jemi deklaru që jemi parti në opozit, prandaj nuk jemi pjesës e dialogut për me zgjedhjen e një president. Ne jemi parti opozitare, ky qëndrimi i BDK-s nuk ndryshon, pavarësisht çka zhvillojnë parti tjera si proces. Ne kemi caktu pozicionin tonë, jemi në opozit, sepse kemi besu, masi kemi marrë pjesë ta kemi Kurtin, që Kurti nuk e ka ndërmend me zgjidh krizën në Kosovë, prandaj nuk marrim pjesë në këtë teatr politik. Është mjaftueshëm e qartë që nuk merrni pjesë në takime edhe qëndrojnë në opozit, megjithatë mundësinë për me votu një kandidat, megjithatë PDK e ka nëse propozohet një kandidat që konsiderohet i pranueshëm edhe për PDK-n, apo megjithatë hapësirë që PDK me votu një kandidat për president? Nuk mendoj që ka hapësirë. Nëse një parti që deklaron veten opozit voton një kandidat të pushtetit për president, atë ditë ajo parti smetet opozit. Ne nuk kemi të interesuar me opozit formale. Opozita përfaqëson në çdo shoqëri pushtetin moral të shoqërisë. Alternativën morale ndaj pushtetit. Ne nuk votojmë sepse nuk është në rolin, nuk është në dignitetin, nuk është në përshkrimin e detyrave të një opozite që të vazhdojë jetën e të zgjedhë njerëz të pushtetit në krye të shtetit. Profesor apo i duken serioze çdo takimet mes Kurtit apo Xhikut, a e kanë seriozisht qëllimin për me zgjedh presidentin? Pra po mbledhen, nuk po kallëzojnë as kur ka me pas përfundim, as a kanë një farë liste të ngushtë. Pra nuk kemi kur farë hapa, kemi taku, kemi diskutu kësa i reklamra, do mbledhemi sërish, pra ku është qëllimi? Unë do t'isha rezervu me komentu sjelljen e partive tjera, unë mund t'a them një diçka, unë nuk i besoj Albin Kurtit në përpjekjet që bën. Unë nuk i besoj. Partia Demokratike e Kosovës nuk beson në vullnetin e mirë të zotit Kurti për të arritur një marrëveshje politike. Kjo është ajo çka mund të them.